U rikthyem studio dashur, ku kam kënaqësinë të kem sot një vajzë të re në moshë, gjithsesi me një bagazh profesional goxha të madh. Flasim sot me Anita Pajazitin, e cila na vjen në cilësinë autores, por po ashtu edhe si një nismëtare një projekti shumë të rëndësishëm për muajin që jemi. Përshëndetje Anita, shumë kënaqësi të kem sot të dashur. Faleminderit Artemis, për mua është kënaqësi të jem në studio në ju, nga Tetova në Çajir, pse jo? Atëherë jemi në muajin roz, jemi në muajin tetor, muajin e ndërgjegjësimit, vedisimit ndaj kancerit të gjirit. Ti ke tashmë viti i dytë që do mbash një event kushtuar, domethënë kësaj këtij vedisimi apo ndërgjegjësimi. Kur e kam nis kancerin e gjirit ta mbaj si projekt për herë të parë, kam pas 17 vjeç, por unë jam si natyrë si Anita, jam shumë prekse, domethënë, mirem shumë me këto tematika, them. Edhe kur fillova në moshën 17 vjeçe, unë falë zotërit doktor Argjenti Merit, e përshëndesim nga këtu në studio, më ndihmoi domethënë. Ta filloj si projekt dhe mbajta në komunën e Tetovës si moderatore dhe prezantuese në bashkëpunim me doktor Argjentin. Pastaj vendosa edhe këtë vit i përkushtohen muajit të roz që ta mbaj si projekt, por besoj tash ta mbaj si studente, domethënë fakultetin e Tetovës, në fund të muajit, se edhe tash i kam fillu studimet si logopede studente, por besoj se do kem edhe prapë sukses si prezantuese dhe përcjell mesazh tek moshat më të mëdha, domethënë 40 vjeçare që janë, për shkak se duhet të kujtesen për veten, duhet të bëjnë kontrolla 6 muaj, domethënë. Në 6 muaj duhet të jenë prezente në mjek dhe pse mos kujdesen për shëndetin e tyre. Nise re në moshë, vetëm 17 vjeçë me një kauzë shumë të rëndësishme. Pse? Dhe si nisi gjithë ideja? Arsia ka qenë humbja e një familjari, them, për kancerit gjirit. Edhe unë thash jam e prekshme në këto tema dhe thash pse mos inspiroj të tjerët të kujdesen për veten, jo vetëm për jetën e tyre, por kanë familje pas, edhe duhet të jenë ambicioze dhe të jetojnë për fëmijët e tyre, domethënë jo vetëm për veten e tyre. Mbajtë eventin e parë, na thuaj pak si shkoi, kush ishte i pranishëm, si u ndjeve ti pasi që prezantove një kauzë kaq të rëndësishme. Ka pas profesor, ka qenë profesori imi që gjithmonë më ndihmon edhe tek librat andej kënej, ka qenë profesor Muhaxher Haruni, ka pas të shoqatës, domethënë që jam edhe unë si shkrimtare aty, ka pas profesor nga fakulteti, domethënë, ka qenë vetë prezident doktor Argjenti Meri, domethënë kam inspirim domethënë të përcjell mesazhet tek të rinj, pavarësisht opinionit publik që e marr nga të tjerët, se je më një moshë të re, pse del në televizion, mentaliteti ende nuk ndryshon, sidomos në rrethin ku jetojmë ne. Por unë gjithmonë kam pasur përkrajen e prindve dhe më kanë ndihmuar deri këtu ku jam, për shkak se jam mësuar me një frymë të re, për shkak se një moshë shumë të vogël, themi, unë kam jetuar edhe pak jashtë, edhe kur jam kthyer gjithmonë i kam bërë ëndrat realitet, themi, gjithmonë kam qenë ndryshe nga fëmijët tjerë. Të tjerët punojnë për t'i ndihmuar prindve, nuk është gjë e keqe që t'u ndihmosh prindve, se dhe unë u ndihmoj, por unë kam punuar gjithmonë për veten, gjithmonë e kam pas synim ambicie veten, domethënë të arrit aty ku dua unë. E di se kam lënë pak pas dore, kam zgjonjur edhe profesorin tim Muhaxher Harunin. Pak e kam lënë pas dore për shkak se nuk kam qenë prezente disa projekte, por duhet pak edhe të përkushtohemi jetës private, themi, ndonjëherë nga gjendja emocionale ose nga gjendja psiqike ne jemi njerëz dhe nuk jemi, domethënë, vetja, por pas një kohe rikthehemi më fort se kur. Ishte e vështirë këtë dhimbje që përjetove, flasim për humbjen e familjarit, të ktheje në një event të tillë, në një prezantim të tillë? Po, ka qenë një humbje, domethënë, themi tragjike, por e ktheva në forcë, domethënë gjithmonë çdo tragjedi në jetën time, themi, ose çdo problem që kam unë e kthej në forcë, domethënë nëse ti je Anita duke u rrëzuar ose i ndodhen diçka, nesër Anita do ngrihet dhe do bëhet kurse nuk ka ndodhur asgjë. Por gjithmonë i kam pasur mbështetje prindit, domethënë prindrit janë ajo që e mban Anitën, domethënë asnjëherë nuk më paragjikojnë për gabimet e mia, për fatkeqësitë që më vijnë në jetë, por gjithmonë më tregojnë rrugën e duhur ku të arri. Edhe pse sot jam në studio është fal tyre, domethënë kam pasur ngarkesa edhe unë emocionale, nuk kam qenë mirë.
por gjithmonë me rrugën e prindve gjithmonë ja kam dalë. E rëndësishme kjo që po thua, pasi sot është edhe dita botërore e shëndetit mendor, kështu Po. që janë gjëra që lidhen ndërmjet Po, vetë dhe po ashtu po. mesazhe të rëndësishme për të ndjekur. Tek eventet qoftë ai vitet të kaluar, po dhe ky që na vijë tash diku ka fundi muajit apo Po. jo, doktor apo profesor Argjendi ka prezantuar punime shkencore, jep këshilla dhe jashtë mbi vendit, apo jo? domethënë kemi edhe në Tetov doktor Argjendin shumë të suksesshëm, edhe unë kam një lloj miqësie me doktor Argjendin dhe për mua është krenari të punoj me një doktor profesionist Ai është doktor shumë fiks, është shumë i mirë njohur edhe shumë profesionist. Dhe është i këtij drejtimi. Si e ndjen veten? Momentin që ke këtë forcë po ashtu këtë mundësi t'japësh këto mesazhe. Artemis, unë kam shumë vetëbesim të vetja, domethënë nëse humbi vetëbesimin, ambicien domethënë kam. Gjithmonë kur ma kalon diçka, kur janë keq, domethënë gjithmonë ambicia nuk më lë të mposhtët. Domethënë Anita nëse është krenare është për shkak se ka vetëbesimin në maje, domethënë nuk më intereson opinioni publik. Do me thënë, jam vetja gjithmonë, edhe kjo është diçka që më ka çuar të eci përpara gjithmonë. Sepse përmend edhe gjersa po flistim ne të dyja pas kamerave, po edhe tash në studio, që eventet kryesisht, domethënë vëmendjen dhe atë le të themi mesazhin mundosh ta përcjellësh tek femrat apo gratë mbi moshën 40 vjeçare apo jo? Pse pikërisht tek ky moshë? Po më shumë shfaqje tek këto Artemis, domethënë moshën 40 vjeçare apo 40 vjeçare, themin të na kuptojnë edhe pak më mirë publika, por e përjetojnë ato më shumë, tek ato shfaqje. Ne kemi biseduar edhe me doktor Argjendin se mosha 30 vjen, 35 dhe 40 vjeç. Këto kanë nevojë të kenë në mbikëqyrjen e mjekut dhe këto nuk themi, domethënë, me karta hapur këto nuk e mbikëqyrin vetën, shkaku se mendojnë jemi të reja ende, kemi kohë. Por faktikisht duhet të kemi kontrollat njët pas njëshme të kësaj moshe që të kujdesemi për shëndetin dhe thash kemi fëmijë që domethënë ka nevojë për nënat e tyre. Kemi femra apo gratë prezente tek eventet, qoftë të Po, kam pas vitin e kaluar në moshën 2 vite më përpara, domethënë, kam pas prezente njëra që kish pasur kancerin e kish luftuar. Dhe kur prezantoja unë, u mbushën syt me lotë dhe diçka më erdhi si fort, është një grua që ka luftuar kancerin, është prezente dhe ju jep forcë grave të tjera. Ashtu. Doktor Argjendi besoj ishte shumë i gatshëm për bashkëpunim kur ja ke Po, prezantuar. doktor Argjendi do me thënë, çdo herë kur i kërkoj ndë një prezantim, bashkëpunim, faktikisht është aty për mua, çdo herë kur ja kërkoj ndihmën atij, është shumë i profesionist i kësaj dege. Çfarë do shohim në eventin që do na mbahet këtë muaj? Çfarë mund të shohim, çfarë mund dëgjojmë, kë mund të shohim? Mund të shohim profesor, thash, të jenë të ftuar, ende nuk e kam cilësuar kush e kush, por besoj se do të ketë nga të gjithë nga pak, dhe me thënë se kam edhe unë një rreth shoqëror shumë të madh nga ana e profesionistëve të saj deke për shkak se një gazetar, një profesor, një artist, si të themi, se kam punuar edhe unë si tim ndonjëherë në një kohë të shkurtër moderatore në Tetov dhe kështu pse mos i thëras. Po, i rëndësishëm të kesh një rreth të gjerë momentin që mundosh përcjellësh të tilla mesazhe, pasi është një temë e cila na prek të gjithëve. Po, sidomos edhe tek do ketë edhe meshkuj edhe gra është të ketë një mesazh shumë i fortë, po. Pikërisht. Kur dhe ku do na mbahet? Besoj se në fakultetin e Tetovës. Për shkak se jam edhe studente dhe do ketë prezente edhe student, pse jo? Diku nga fundi muajit, apo jo? Ende nuk e kam vendosur datën, por nga fundi muajit do përfundohet dhe do mbahet në Tetov. Pas eventit, domethënë këtyre që i kalove, pas eventit të kaluar, do të dje pak mbi le të themi komentet, kritika, ndonjë mesazh që ke marrë ndoshta, rreth nismës që ke pasur? Jo, në komente nuk kam pasur, domethënë, por domethënë kritika në rrethin shoqërore. Anita, ti ende ke qenë në shkollë mesme. Si mundohesh të flasësh për kancerin e gjirit, por nuk e kupton një mosha ime dhe tash nuk e kupton. Sun kam inspirim, domethënë, inspirim për karrierë, inspirim për të qenë vetja, për të përcjellë mesazh tek të rinj, se unë e kam si shembull domethënë se karriera fillohet në një moshë shumë të re. Karriera, unë çdo kujt nuk i them se karriera fillot edhe në një moshë shumë të rritur, pse jo të jesh vetja, unë për të mritur diçka në jetë gjithmonë duhet të jesh në një moshë shumë të re
për të arritur qëllimin aty ku dua të jesh pas një kohe. Do vazhdosh me të tilla kauza, do vazhdosh me të Po, tilla evente të pse mbaren? jo, por thash, aty ku themi, ku e përgatisim, ose ku e planifikojmë, nuk mund të ndodhë për shkak se, thash, ndodhin probleme, ndodhin ngarkesa emocionale, që duhet pak të marrim vetëm dhe të rikthehemi më fort se kur. Po flasim për karrierën, po flasim për shumë gjëra që kanë bërë Anitën më të fortë, ndoshta këto përjetime të kaluara, dhe ti ka arritur edhe 2 libra të na prezantosh dhe po ashtu të botosh. Flasim pak janë e pathëna dhe muza për jetësisë. E pathëna, fillimi i librit si Anita, si autore, e pathëna ka të bëjë Artemis për Anitën si autore. Është shkruar në mënyrë përgjithshme, për natyrën e butë të Anitës. Do me thënë këtu reflektojnë të gjithë ndjenjat e Anitës, të themi, për natyrën, për familjen, gjithçka është në këtë libër. Është shkruar shumë i shkurt me poezi, mua më pëlqen dhe kam pasur shumë komente të mira, po ashtu këtu në kopertinë ka marrë inspirim, domethënë, nga Luana Vjollca. Edhe kam venduar këngëtaren e njohur Luana Vjollcën në kopertinë. Në atë moshë shumë të re kam marrë përshtypje, kam pasur edhe suportin 16 vjeç ose 15. Kam marrë edhe suportin e saj në Instagram dhe ka qenë një frymëzim, një inspirim nga ta vazhdoj karrierën. Pastaj prej këtij librit në moshën 16 vjeçarit, le të themi, fillova të punoj si moderatore, aty filloi gjithçka. Dhe kur e kujtoj, kam mbetur si nostalgji televizioni. Edhe aty kam pasur programe që kam mbajtur në mënyrë të përgjithshme, por pastaj u largova prej televizionit, le të themi, kam pasur bashkëpunime, projekte që kam fituar, ta sek edhe një çmim në Tiranë si shkrimtare. Edhe aty pata një sukses, kam pasur bashkëpunime online për poezi. Për poezi. E pathëna apo ishte në përgjithësi? Ka qenë një poezi e shkruar e gjatë, nuk e mba mend cila poezi se shkruaj shumë, por fitova një çmim nga psikologja Ema Bruci, edhe ajo shkrimtare. Edhe kam qenë ftuar në emisionin e saj, pastaj kam qenë moderatore në emisionin e saj, online, për t'i ftuar poetët. Pastaj kam pasur librin e botuar Muza e përjetësisë. Ky është libri i ditë, ky është i shkruar për dashuri. Këtu janë të gjithë ndjenjat e Anitës, që shkruaj për dashuri, se unë faktikisht se autore shumë shkruaj për dashuri, se jam një njeri që ndjej për dashuri dhe shkruaj për dashuri. Ky është i përfshirë në ndjenjat të themi të përzjera të Anitës, që kanë reflektuar dhe i kam reflektuar në këtë libër. Pse nisës pari me E pathëna? E pathëna vetë... Si erdhi deri tek botimi i një libri? Unë kam shkruar një moshë shumë të vogël, dhe me thënë prej klasën e 7 unë e mba mend se kam shkruar. Por pastaj në klasën e 8, si ra korona, vetëm shkruaja dhe u përmlodha librin dhe klasën e 9, unë i tregova profesorit Muhaxher Haruni se unë shkruaja dhe unë ja dhash fletaren dhe a i tha pse nuk e boton një libër. Pastaj hyra në vit të pari, i tregova profesoreshës Hafie në shkollën e mjekësisë, edhe ajo tha pse nuk boton se ke talent për botim. Pastaj përmlodha të gjithë shkrimet e mia dhe botova E pathëna. E pathëna thua janë gjithçka rreth teje, është ndjenjat e tua që është brenda natyrës, prindve, familjes dhe gjithçka tjetër. Domethënë unë zakonisht jam një tip empatik, domethënë atë jam shumë e ndjeshme, Pse pikërisht me poezi apo është ndoshta forma e shkrimit? Jo, kam mundur të shkruaj edhe të themi roman, por unë kam një moshë shumë më të vogël kur kam qenë në start të karrierës dhe kështu më mirë të nis më butë dhe më ngadalë dhe të ketë hieshi, themi. Pastaj botova Muza e përjetësisë, është një frymëzim, themi, me ndjenjat e përzierja të Anitës. Edhe botova dashurisë. Po, i kushtohet dashurisë, edhe botova. Së shpejti do ketë edhe një libër të tretë, themi, ajo është në formë tjetër, është shkruar në formë ditari, është e kaluarat ime, themi, vetë si autore.
E kam shkruar, do me thënë, është se cila datë vitin e kaluar ka ndodhur një histori, e kam shkruar se cilën datë, çka ka ndodhur, është muaji qershori dhe kam quajturat ditar ajonat qershori. Edhe kopertinat i vërejtet se unë e shkruaj shumë thjesht dhe shumë thjesht e bëj kopertinën dhe kopertina është pikturuar nga një piktor, shumë e thjesht dhe shumë delikate, dhe me thënë si Anita, edhe besoj se së shpejti 2026 do na hyj në funksion. Me çfarë ka të bëjë kjo natë qershori, apo s'mund të Ajo na zbulosh? natë qershori ka të bëjë me një dashuri të dështuar, themi, por e bëri shumë të fortë autorën, por ajo themi në ndodhje ka qenë, do me thënë, themi në Greqi, do me thënë të gjitha i ka përpunuar autoria dhe i ka përmbledhur. Është më vështirë të shkruash, sepse të tre librat janë shprehje jotja, janë shprehje Anitës në secilën nuk është e formë të vështirë, tyre. Është për vështirë shkak kur se shkruan ndjenjat të çdo tua? sukses imi, çdo dështim imi në jetë, çdo përjetim imi për mua është ngritje. Do me thënë, çdo gjë që kam përjetuar në jetë ose çdo arritje që e kam bërë, jam dyer krenar për veten dhe as pak nuk pendohem për të kaluarën. Thjesht unë e shikoj thjesht një të kaluar që ka përfunduar dhe eci për të ardhmen. Kur e shikoj veten se jam vetëm 19 vjeç që kam botuar 2 libra dhe i treti është në punim, kam punuar si moderator, unë ndjehem krenare për veten dhe e di se janë krenare dhe prindrit e mi për vajzën që kanë, për shkak se unë vi nga një familje që të më thënë nuk kanë pasur mundësi që të shkollohen. Dhe unë kam qenë virtyti tyre në familje, të shkollohen, mi kanë dhënë të gjithë mundësit, edhe çdo gjë që le të themi, jo them, që kam dëshirë, mua nuk më prishe. Do me thënë, unë jam pika kryesore prindve dhe pse jemi 3 fëmijë, gjithmonë Anita shko në shkollë, Anita studio, Anita kur ka nevojë për pushime, Anitës nuk ja prishin, do me thënë, ajo vajza e parë jam e tyre që Anita nëse ka nevojë ta qetësoj trurin, shkon pa pasur problem. Pse, kur do na vije paraferësisht libri tretë Besoj nga muaji qershor, për shkak se është edhe qershori. Do të do e lë me qëllim. Po, me qëllim se ajo është. Unë kam dashur vitin e kaluar, do me thonë ta botoj në shtator. Por për shkak se thash, kam qenë ngarkuar nga ana emocionale, pastaj doja ta botoja këtë vit, por pata edhe një aksident me vetur. Edhe nga ana shëndetësore nuk isha mirë, por tash është në përpunim e si për libri që të punohet dhe muajin qershor për ditëlindje besoj se do ta botoj për shkak se është edhe vetë titulli Ajonat qershori. Do na vinë libra të tjerë pas të tretit, e mendon veten të shkruash për një kohë të gjatë? Besoj po, por e kam edhe një bashkëpunim tjetër. Le të themi, do të jetë në gjuhën italiane, nga një histori e një vajzës inspiruese themi, që i ka ndodhur dhe më kërkoi Anita, mund ta shkruash ti për mua këtë libër, në bashkëpunim që ta përkthejmë librin në gjuhën italiane. Dhe kur më tha në gjuhën italiane, unë vetë u habita thash, është për te karrierës time, do me thënë që më kërkojnë edhe jashtë vendit. Pse në gjuhën italiane? Që në gjuhën, historia na vjen nga atje. Artemis, ne vlerësohemi shumë si autor, do me thënë në Shqipëri të themi, në Kosovë, kurse Tetova nuk e ka këtë vlerësim për autore të reja. E ka për është shumë pak frymëzues themi. Për shkak se unë njoh shumë shkrimtare të mira, do me thënë në Tetov, mosha më të vogla si kur une. Por, do me thënë Tetov, mund të botosh libra, por nga ana financiare private. Ka shumë pak që të përkrahin, të themi sponsora, kemi shumë pak që mund të përkrahin një autore të re ose në fillim të karrierës. Do me thënë çdo gjë që mund të bëje personin fjalë ose unë edhe vetë si Anita është të financohen privat. Dhe kjo është këtë në varësi a mund të amrish ti financiarisht, ose a mund të punosh, ose a mund të dalë ty zot prindëri. Kurse unë e kam pas për fat që prindërit më kanë ndihmuar dhe suportuar dhe ende vazhdojnë këtë për Anitën.
kur parashihet ky bashkëpunim? Dhe historia na vjen nga atje apo Historia është nga një vajzë, e kam shoqe. sa do detaje që mund të zbulojmë? E kam shumë shoqe, do themi, gati shoqe të ngushtë. Historinë pak a shumë e di, nuk dua ta cek historinë, se është personale, nuk du dalë jashtë personalitetit tim, por është një inspirim për vajzat e reja, që besoj se dëbotohet vitin tjetër. Kur të vitë në dimër, ta bisedojnë çfarë tematika, ta përpunoj, ta përmbledh historinë, pastaj unë u dorëzoj profesorëve, ato e punojnë dhe pastaj nuk është problem a game sponsor jashtë vendit është më e lehtë sa këto. Do thëmë parashihet diku pas librit tënd të tretë. Po. Sa është e vështirë të sepse Për ke mua- përjetuar një aksident, sepse edhe kur po bisedonin veç, mas ke përjetuar një aksident të rënd tashmë me Shiko, Artemis, për mu ka qenë ky vit shumë i ngarkuar, për mu shumë i ngarkuar ka qenë ky vit, do me thënë unë edhe jashtë vetës ndonjëherë kur e mendoj kam dalë, si Anita, se unë e kam shumë karakterin e butë, dhe jam ambicioze dhe nuk e qaj kokën se çka thonë tjerët për mua. Edhe unë në muajin maj, do me thënë, kam pasur maturën, pastaj në muajin qershor më ndodhi aksidenti. Pas muajit aksidenti ndodhi ditëlindja dhe kisha patjetër të jem unë në provime. Do me thënë ka qenë aq e munduar për mu emocionalisht, edhe nga ana shëndetësore e shikoja se nuk jam mirë se pata lëndime, e shikoja se jam e shtypët, kisha lëndime shëndetësore, edhe ka qenë një për mua shumë vit i ngarkuar, themi, i stresuar, por fal Zotit dhe fal çdo herë i them fal atij, unë shpotova prej atij aksidenti, edhe kam kuptuar se sa vlerë ka jeta dhe familja, Artemis. Kur e kam kuptuar atë ditë se kur ndodhi aksidenti, ndodhi për një çast, për disa sekonda mund ta humbja jetën, e kam kuptuar se sa me vlerë ishte jeta, e kam kuptuar se sa me vlerë ishin prindërit e mi. Deri atë moment unë nuk kuptoja asgjë përveç adrenalinës, themi, dhe jetës të dilja. Me thënë vetëm të shëtisja, dhe me thënë vetëm atje ta jetoja. Por atë mesazhe këto moment të forta e që besoj kuptova. mund t'i ndërlidhesh edhe tek eventi që të mbash Po. për muajin roz, sepse jeta është e vlefshme për gjithë secilin, do të secili Është, duhet ta por gëzojë. atë ditë e kam kuptuar se sa me vlerë ka qenë jeta ime dhe prindrit e mi. Tek eventi, kur dhe si mund të informohen, ndoshta është i hapur për çdo që dëshiron të lidhet atje, Patjetër, apo jo? Artemis, unë do i publikoj edhe në rrjetet sociale, po ashtu do kërkoj edhe profesorëve të mi, ato që kam njohin dhe që kam pasur bashkëpunime, ta shpërndajnë edhe kush ka mundësi do të jetë i ftuar. Ke parë interesim për t'u informuar më tepër rreth kësaj? Kam pasur, kam lexuar edhe më kanë prekur disa tema, kam pasur raste edhe që kanë treguar gra, paciente, le të themi, prej shumë të tjerëve që më kanë prekur si Anita, dhe me thënë se kanë fëmijë, kanë familje, kanë nëna, prind që i shqetëson dhe për mua kjo është një rast delikat, themi. Sa është rëndësishme thuaj që vajzat e reja në poshtë, apo faktikisht kushdo të mirret me të tilla kauza dhe të përçoj mesazhe të rëndësishme për gjithë neve. Unë them gjithë secili që e ndjen veten sikur unë të prekur, inspiruese që fillon një karrierë të re dhe ato që nuk e fillojnë, le të fillojnë diku. Jeta është e bukur, jeta është e gjatë, por edhe e shkurt. Bënja jetën ashtu si që ndjeni, për komentet e të tjerëve, për opinionin e të tjerëve, letë mos u andjej, se fundja është familja juaj ajo që u përkra dhe e dini bija e kujt jeni dhe çfarë morali ose nderi keni. Libri i tretë besoj veç se është përfunduar, apo jo? Apo është akoma në përfundim? Është akoma në përfundim e sipër, themi. Kemi ndonjë ide se çfarë mund të pasojë tek libri i 4, pasi shkruan vetë për ndjenjat e tua, historitë e tua, ndoshta një pasqyrim i Anitës në libr, në fjalë. Anita, themi, është pasqyrim i vetës. Do me thënë, Anita gjithmonë ri në vizionin e originalitetit. Ato që më njohin e din shumë mirë se jam aq originale sa nuk mund të shtirë jo vetë si Anita.
do me thënë çdo gjë më vjen natyrshëm. Do me thënë edhe libri 4 që do na pasoj, do jetë diçka pasqyrimi jote. Pasqyrimi imi, historia ime, themi, por gjithmonë libri 4 themi historia e vajzës në fjalë, mos e ngatroj ta sekim, kurse libri 8 është historia ime, por gjithmonë jam inspiruese dhe e fortë si femër, nesër mund të bëhem grua, një nën, që gjithmonë do e mbështes fëmijën tim atje për ëndrat ku do i arri, pavarësisht gabimeve që i bëjmë, për shkak se unë jam rritur vetë nga një familje shumë e shëndosh që më kanë mbështetur për ëndrat të tyre. Dhe prindërit e mi janë shembull për të pasur unë një familje të shëndosh, themi, dhe me thënë për mua është një gjë absurde nëse në familje ka dhunë, themi, dhe të flasim edhe për këtë temë, se dhuna është shumë e përhapur, themi, në çdo koncept, themi, të botës, nëse ka familje në dhunë, kur nuk mund të arrish atje ku duar, se rritesh me një kaos, themi, ose traum, që të thuash nuk mund të arri për shkak prindëve të mi, për shkak familjes, kurse prindët e mi kanë qenë shembull që çdo gjë që kam arritur ose më kanë mbështetur për shkak se nuk kam pasur kurrë dhunë familje, por çdo herë kam pasur dashuri dhe mirëkuptim. Nëse unë kam bërë gabim ose nëse unë nuk jam përshtatur në diçka për ndonjë paragjykim, themi, se ka paragjykime, cili prind i përjeton paragjykimet e fëmijës vet, prindët e mi nuk ma kanë thënë mua, vetëm mund të ndjehem mirë dhe komode me veten. Dhe më thënë, gjithmonë kanë qenë inspirim për të shoh shumë të emocionuar në këtë pjesë. Po, shumë e rëndësishme kjo pjesa. Po, fiks është shumë e rëndësishme kjo pjesa që sado që të ketë paragjykime, gjykime që pak a shumë ballafaqohemi të gjithë, sepse e ceka është edhe dita botërore e shëndetit mendor sot, edhe ndikojnë shumë, por gjithsesi është shumë e rëndësishme të qëndrosh e fortë dhe të kesh përkrahje në çdo aspekt. Je tashmë studente edhe e logopedis dhe po ashtu miresh me muajin roz, domethënë me evente të ndryshme mundohesh të përshosh mesazhe të ndryshme përveç kësaj kauze. Do na sjellësh ndoshta edhe kauza të tjera, mendon që miresh edhe me mesazhe të tjera? Patjetër, në të ardhmen mendoj se do sjell edhe shumë kauza të tjera, bashkëpunime të reja besoj, por t'ja lëm në dorë, si themi, edhe Zotit, se nuk e di si jemi nga ana shëndetësore, nga ana emocionale, duhet edhe pak të i përkushtemi edhe jetës private, por nuk i dihet. Unë falenderoj shumë e dashur që gjete kohë dhe mundësi t'jesh sot me ne, vërtet shumë kënaqësi të kisha bisedë shumë e këndshme. Artemis, faleminderit shumë që jam pjesë e kësaj studieje, sidomos në Çajir për mikpritjen që ma bët dhe uroj të gjithëve një natë të mirë, të themi, po ashtu dhe uroj ditën botërore të shëndetit. Faleminderit shumë. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes unë edhe për këtë javë dhe po ashtu t'ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, shpresoj që sadopak mesazhet janë përcjellur tek ju dhe i keni parasysh sa gjëra më rëndësi dhe mundohemi të gjithë të ngrisim vetë dijen dhe interesimin ndaj kauzave shumë të rëndësishme që janë për gjithë neve dhe që na prekin të gjithëve. Duke ju uruar një pasdite sa më të këndshme dhe po ashtu një fundjavë sa më të mbarë, ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Mirëmbëjtje.